Seriozisht. Çka ka ndodhur? Asgjë mos, nga e konstatove këtë. Jo. Unë përgjithësi kështu jam tip serioz pak, nuk jam shumë... Jo, që je serioz je, po kur je gëzuar e shpreh në sy, në shikim, në... Pak më shumë fokus ke Cako. Kamera 1. Pak më shumë fokus për çfarë? Jo, me kameramanin e kam. Ti nuk i shikon këto Cako. Cilat? Ka filluar ka një 3 ditë, jo 3 ditë, po një 3-4 ditë më duket. Ka filluar kjo Festivali i Kanës. Festivali i Kanës është festivali më i madh i filmit. Filmit. Para... Edhe nuk para i shef, unë i shoh te këto ekranet franceze. Edhe vura re një gjë të çuditshme çdo vit në fakt, se kisha vënë me vëmendje në fakt. Çdo vit tha për të kuptuar se sa politik është edhe një event kur është shumë, kur janë hyrjet e kinemasit, ose vinë nga gjithë bota atje, ke parasysh. Po ta vësh re. Po flasim në festivalin e Kanës, se nuk di të them për to të tjerat. Po këti që e ndjek rregullisht çdo vit bëhet në maj, në fillim të majit, vazhdon një 10 ditë. Këta e lidhin gjithmonë festivalin për t'i dhënë një kështu, për ta futur, për ta kontekstualizuar, pra nuk e lënë thjesht e filmat këto show i starave që bëjnë atje yjeve që vinë kështu me fotografi, me gjëra, me veshjet e fundit e me këto. Futin gjithmonë një kontekst politik, geopolitik. Në shkuptim. Kuptimi për shumë nga forma e... Vit Irani, u hap me një regjisor iranian festivali. Ke parasysh? Vitin e kaluar për shumë dhe se tjetrin, u hap me këta të Ukrajinës. Pra se arë ka një luft, se i bet njërë në vit. Këta hop e fokusojnë. Mesazhi ku është tu, që ne s'kemi gjë me këta, ja ku i kemi këtu në person. Ata, të që thonë publikisht është që largë, do më thënë sa më largë lufta. Ne nuk përzihemi me politikën. Jo, ata përzihen, po ideja është të mbajnë një qëndrim pra. Dhe thënë që stop. Ke parasysh javë një mesazh që stop. Ke parasysh? Për paqe. Sigurisht, sepse ndryshe si do ta luajnë. Mesazhi është bazik, është banal, po mua ajo që më intrigon, dikush është. Ti beson atë? Jo, unë po ta them ty, mos unë s'besoj asgjë, po. Mesazhi që më intrigon mua, dikush është që ata e kontekstualizojnë, pra nuk e lënë kështu në ajër, nuk e lënë si një event. Dalsin ata me mesazhe në formë. E kupton, dhe është shumë interesante. Dhe ky regjisor iranian është filmi 5 që prezanton në Cannes, po film shumë i bukur, ai jeton në Iran, ë? Ky iranian ku jeton? Në Iran apo? Jo, më duket se jeton në Amerikë. Më duket. Nuk e dija mirë këtë. Farouj, se si e ka Farouj Adjani, se si kishte emrin dhe një emër të vështirë shumë, por kishte mbledh aktorë të mirë shumë francez. Super aktor, Vincent Cassel. Çfarë ishte tema kështu? Kush e pa, po jo, pas nuk ka dalë filmi, u dha në sallë. Kishte bërë një tip fiction ai, nuk kishte lidhje me luftën fare. Po ideja është, domethënë, që i u dha shumë mediatikisht, ju vu fokusi tek kjo, tek e nisën me këtë, pra e kupton, për shkak po ti ishte Ukraina këtë vit, bam do nisin me Ukrainën, siç e kanë nisur në 2022-shin, kur filloi lufta. Po e mendoja tani rrugës, se po e shifja para se të vija, braj zaping, thashtë ja them Cakos. Ukraina dhe... Jo, tani Ukraina u arua, për shumë, tani ishte Irani, përësysh. Ukraina dhe... Ore, që bëjnë ne, mos Cako? Ore, le dio, po vati ona, kalojnë nënda më burë. Do fillojmë? Përshëndetje toksorë, përshëndetje toksorë. Mirë se keni mbritur, jemi live në këtë pënjë pjesë të partë e emisionit. Episodi 1083 sonte. Jam në studio me Ledion, regjizorin tim legjendar, Ledio të lutem, e njihni të gjithë tashmë pa ja parë fytyrën. Me teknikët audio-video në krah të Ledios, operatorët që i falenderoj të MCN TV-s janë këtu vërdall, me manekinat e mi, publiku më i bukur, më i heshtur, më i bindur, më i porullur i të gjitha kohërave.
Sonte në studio kemi Alfred Sakon e madh. Mi mbrëma Alfred Sako. Mi mbrëma Arjan. Sako e para urime për kapelen që ke ndruar. Falem. Për modelin e ri. Është gjithmonë... Tjeti që unë jam qefli kapelesh, kam shumë kapele. Është gjithmonë Timberland, po sot ke ndruar në gjyrën. Po. Ndërkohë që unë kam gjetë një kapele, se unë jam fan si... Unë i marrë të Intersporti. Po. Se i kam miqet atë Intersporti. Mua me kanë dhënë dhurata, se di që i kam qef, shokët... Edhe mua dhurata me bëjnë ata. Dhurata me bëjnë dhe mua Intersport dhe Adidas, Klodi dhe Petro, janë një qifti pa para dhe një. Kam edhe unë edhe më ka dhënë dhe mua Petroja. Që i përshëndes ndërkohë. I përshëndes dhe unë. Dhe unë do e mbaja me shumë qef kapelen, po për shkak se jam moderator. Dhe nuk më shkon të maj kapele me këtë gjaketën, ti për shumë je kombinuar bukur, po gjithmonë i kujtoj. Sa herë. Sako, me qëra fjalla, që jemi sot njërë që ta fusim pak në kontekst kohore emisionin? 15 maj. Ora është po 21:06 minuta, jemi live zonja zotrinj. Le të plasim me njerë Fabrun e ekran, para këtyre hyrjeve. Hyrjet i bëmë në fakt, se work. Sonte Sako si që shikon, njerëz ndërkohë do shkruajnë për qefin e tyre mesazhe dhe pyetje atje për ty, te QR kodi që shfaqet në ekran. Mjafton të bëni një skanim zonja zotrinj, bëni një login dhe bëni pyetje për Sakon, ato që keni dëshirë dhe jeni kurioz. Mos bëni komente. Unë sonde kam haruar iPadin në fakt, e kam haruar qëllimisht, se nuk dhja të hapja. Më mungon dhe një pjesë shumë e rëndësishme e stafit, për të hapur iPadin, jam ignorante kjo pjesë. Me gjitha të qënë se ka pyetjet tuaja, do e lexoj me njerë sa të mundem. Ndërkohë që Sakon ne sonde do flasim për aktualitetin më të fundit politik në botë, që është samiti Trump-Xi kam quajtur unë. Kam për me qëllim samiti Trump-Xi, se më do bëja takimit Trump-Xi, po ishte vërtet një samit, se ishte bajtur shoqëruar atje me gjithë kabinetin, me gjithë njerëzit kryesor, me Rubion, me gjithë dynjan, me këtë të luftës e me këto, me Peterin e me këto. Po ndërkohë, kishte marrë Elon Musk me vete, dhe BlackRock-u, gjitho kompanit e më dha, të gjithë, ishin ati i kishte reshtuar, nuk e dhja i do kemi imazh dhe apo jo, i ka zgjedhur Ledio. Ndërkohë edhe Xia, sigurisht, presidenti i Kinës, i kishte të reshtuar njerëz të tij atje, duke i takimi lumtur shumë, Trumpi ka folur me superlativa, nuk e di Ledio, a kemi ndonjë sinkron? Jo, i kemi mbulime. Kemi mbulime, Trumpi ka folur me superlativa dhe ai ka folur gjithashtu shumë mirë Xia. Po Trumpi dhe kur fillon luftrat me superlativa, bëm një luftë të shkëlqyer. Ndryshe nga kjo, ndryshe kësaj herë Sako, vura re një gjë. E para Trumpi ishte shumë i urtë, shumë i qetë se në takimet e tjera që ka bërë. Pra, kishte një lloj vetëpërmbajtje, çudi e madhe, se kisha parë ndonjëherë kështu. Nga rastet e ralla që foli me letër. Bravo. Pra, duke që ishte përgatitur seriozisht, dosje e rëndësishme kjo. Pra, dinte se ku po shkonte, dhe e dyta atë Sako, ajo që më bëri përshtypje ishte që Xia, në këto momente po flet, i referohet Thuqididit, ose Tukididit, siç i thonë në Shqipëri. Këtij mendimtarit të famshëm historian, mendimtar filozof, edhe gjeopolitika. Sigurisht. I referohen Thuqididit duke i thënë Trumpit, ne mund ta anashkalojmë, pra ne mund ta mos bijem në kurthin e Thuqididit. Dakor? Kur i Thuqididit, për ata që nuk e dinë, me fjalë thjeshta, është kur dy fuqi fillojnë dhe kapin njëra tjetrën. Kur ngrihet një re, edhe fillon rivalizon të vjetën, e vjetra e godet Sparta me Athinën. Sparta me bravo. Kur ngrit Athina, në vitin 430 para Krishtit, Sparta e sulmoi dhe e shkatroi si fuqi detare. Është bërë një luftë gati 27 vjeçare, me pak ndërprerje, po ka zgjatur. Dhe që atëre ka mbetur kjo kurthi Thuqididit, me një fjalë, dhe kjo tani është dhe sot. Pra prandaj dhe presidenti kinez... Ka shkruar një libër një geopolitikan amerikan me këtë titull, Kurthi Thuqiditit, a do të bien dy superfuqit në këtë kurt, dhe prandaj e përdori për t'ju kundërvënë këtij autorit amerikan, do më thënë që ne mund t'i shmangemi saj që ka parashikuar ky, do më thënë, në Amerikë, në qoftë se tregojmë të zgjuar, dim të negociojmë dhe t'jemi bashkëpunëtor dhe jo konkurrent të skajshëm, do më thënë, sa të shkojmë drejt luftrave. Përveç se jemi me ujin se lita zonja Zotrinj, si çdo darkë në emision, këto kohë, pas pak do kemi dhe dy njoftime tjera që unë do ju lajmëroj shumë shpejt gjatë bisedës me Sakon, do ta ndërpresim bisedën dhe do ju njoftoj dy njoftime shumë interesante.
dy lajme shumë interesante, informacione për ju utilitare. Ndërkohë Cako, te ky summit, i cili duhet të thënë është një summit që është ndjekur nga gjithë bota, nuk është gjë e vogël, se nuk është ndodh shpesh takimi i presidentit amerikan me president kinez. Tani pritet t'i kthej resoraj, të shkojë ai në Amerikë, nuk e di se kur do ndodhi. Ajo që mundohemi sonte që t'i shpjegojmë njerëzve dhe shumë fansave të gjeopolitikës që duan të kuptojnë jetën e tyre në Shqipëri vetëm nëpërmjet ngjarjeve që ndodhin në botë, se s'mund ta kuptosh jetën këtu nëse nuk e shef të gjithën, ti je partizani kësaj teorie. Sonte unë përfitojmë nga rasti që të kam ty në studio për të shpjeguar me fjalë të thjeshta Cako, çfarë është kjo që po shohim? A jemi duke parë, unë tani po referohem disa teorive, më fal. Majna icebergut apo? Ajo dihet. Patjetër, këtu jemi dakord. Po a jemi duke parë kjo që po shohim është thjesht një Trump Babaxhan dhe një Xi Babaxhan që takohen dhe paktën nga ato imazhe që ne shohim, i thon njëri tjetrit që okay, mund të jemi dhe miq, apo në fakt është përgatitje e një lufte të madhe të re. Unë kam ditë këto ditë me shumë vëmendje, tani këto po i them jo për ty, po për publikun që pastaj ti marrësh ti kontekstualizosh, ti hedhësh poshtë ose jo, që një teori ose një tezë është që në fakt është përgatitje për një luftë të re. Për një luftë të re më të fortë akoma, sigurisht jo mes të dyve, jo mes Kinës dhe Amerikës, por si kjo e Iranit. Pra e para, do të vazhdoj lufta në Iran apo jo? Nga informacionet që na vijnë, nga open source intelligence, pra nga informacionet e hapura që janë, thonë që Trumpit po i humbet durimi dhe me sa duket po bëhet gati një ndërhyrje tjetër e re. E vështirë, thonë shumë, por po bëhet gati një ndërhyrje e re. Ti si e lexon të gjithën këtë? Për të kuptuar pak gjeopolitikën, pastaj për të ardhur në rajon në fund. Shiko, ma thuaj me të bëjmë një përshkrim të vogël. Një përshkrim, bravo. Kjo është vizita e dytë e Trumpit si president në Kinë. Vizitën e parë ka bërë gjatë mandatit parë në port të 2017 në Mosgaboj dhe ka pasur një staf më të gjerë biznesmenësh. Ka pasur 29 veta, kryesisht ka pasur dhe disa nga këta që kishte tash Peter Thiel, ata që përmendet ti përfaqësuesit e Citigroup, BlackRockut të gjitha këta. Po, BlackRockut e përmendet ti. Ishin shumë, ishin 10 veta. Po, si mbaj mend emra tani. Nga bankingu, nga teknologjia e inteligjencës artificiale. Ishte gjithë ajka financiare. Ka hapësira, domethënë vetëm përfaqësuesit e BlackRockut të Vanguardit përfaqësojnë rreth një pasuri rreth 20 trilion dollar. Plus pasaj dhe këta të tjerët, domethënë ata që ishin aty 17 biznesmen të majave më të larta të biznesit amerikan, do dhe shoqëronin stafin politik që shoqëron të presidentin Trump, si që ishte Marco Rubio, Peter Hegseth, ishte sekretari i thesarit Scott Bessent, njeriu i Sorosit, i cili dikur ka deklaruar që ne do të bëjmë Kinën superfuqinë e parë në botë, ka qenë zëvendës shefi i stafit shtëpisë së Bardhë, që e shoqëronte Trumpin për këto problemet protokollare për t'i ndjekur. Dhe ka qenë dhe përfaqësuesi i tregtisë në shtëpinë e Bardhë. Gir, e kam emrin, mos gaboj. Dhe biseda nga pjesëmarrja, domethënë takimi i parë që është bërë më 17-ën është bërë kryesisht për tarifat dhe dominoheshe për çështjet e ekonomisë mbi politikën. Pra, interesi ekonomik përcaktonte interesin politik në takimin e parë. Por tani duhet thënë që pas ardhjes në mandatin e dytë të presidentit Trump, me nxitjen e politikave tarifore, madhrat e Kinës mesatarisht, se variojnë, po mesatarisht kanë një tarif 31% doganore për të hyrë në Shtetet e Bashkuara dhe presidenti kinez, i cili ka pasur përpara në kohën e Bidenit tregtit lirë, presidenti kinez vendosi për reciprocitet 10% tarifa doganore për mallrat amerikane. Qëllimi tash i vizitës ishte sa politik, aq edhe ekonomik. Kina është konsumatori më i madh i energjisë në botë. Ajo
konsumon rreth 17.000 trilion e quajnë këta në domen specialistët, si quhet kjo në kur shpenzojmë në energji elektrike, do më thënë, shpenzon 4 fishin e ekonomisë, jo, 2 fishin e ekonomisë e energjisë që përdor ekonomia amerikane. Ekonomia amerikane e ka ke 4.300 sa, kjo e ka ke 8.000 sa. Kina, pra 2 fishi e ka kaluar, ka mbi një dekadë që e ka kaluar përdorimin e energjisë elektrike. Parantez. Mos je duke thënë me fjalë tjera ca kohë, këtë që po mendoj unë tani, duke dëgjuar, që në fakt ky mund të jetë dhe një lloj kapitullimi në thonjza i një superfuqie përballë një tjetre, pra apo kapitullon Amerika dhe këtë e ka kuptuar, prandaj po shkon po takohet me është pak shumë e guximshme kjo që po them, ëh. Shiko, mbas luftës së dytë botërore, elita botërore i ndavi në disa zona me disa funksione të veçanta botë. Kina do të ishte ardhueri i madh i botës, pra do të merrte softverët dhe do më thënë që do ishin perëndim, pra të gjitha shpikjet teknologjike, dhe për të realizuar produktin që do bënin këto softverët, do punonin punëtorët kinezë dhe fabrikat do të çoheshin në Kinë. Por ata vënë një kusht. Prit, ta mbaroj. Ta bëj dialog. Ata vënë një kusht kinezët. I thanë amerikanëve, "Okej, hajdeni ju me biznesin tuaj këtu, mund të vini me bizneset tuaja këtu, por me kushtin që ne të vim në Amerikë të shkollojmë." Jo, përveç asaj, duan të dim dhe se si ju i bëni këtë gjëra. Po, pra. Mirë, këtë besoj po thoshin. Kjo ishte perla e kinezëve. Po mirë, shikota që studentët kinezë që drejtojnë, që kanë studiuar në perëndim dhe që drejtojnë sot ekonominë e madhe kineze, janë shumë të pakët në numër në perëndim në krahasim me studentët e perëndimit. Më kupton? Po kjo nuk ka rëndësi. Jo, ka shumë rëndësi. Jo, kushti nuk ishte kjo tregon që truri ishte që një kompani amerikane shkon në Kinë, prit, kinezët duhet të dinë, duhet të futen brenda teknologjisë tyre, të kuptojnë se si ata punojnë. Pra ta marrin dhe kinezët. Këtu kanë përfituar, pse kanë dëgjuar. Softverët ja u kanë dhënë perëndimi. Këto hardverët ja u ka dhënë perëndimi. Pikërisht pra. Dhe softverët i ka prodhuar perëndimi. Amerika do të ishte garantore e financave për t'i kthyer në ar, pra do të kishte bankat më të sigurta në botë sipas marrëveshjes së Bretton Woodsit. Evropa do të mbahej me banking, turizëm dhe me biznese të tjera, kurse bas viteve 70, konvertueshmëria në ar u prish dhe u bën ato në kohën e Nixonit, marrëveshjet smithsoniane dhe hyri politika e fiat paras, hyri fiat paraja ose politika e mbështetur, ajo quhet petrodollari, e mbështetur dhe në arin e zi, pra jo vetëm ke ari, po dhe në ari i zi. Kina sot mban një borxh kombëtar të Shtetet Bashkuara prej afërsisht 800 miliard dollar, një 793 e kanë shpallur këta të Fedit në Shtetet Bashkuara. Më shumë, është e treta, më shumë më mban Japonia, ka rreth 1.2 trilion dollar, Kina ka 800 miliard dollara, se mos bëra ndonjë gabim, afërsisht. E dyta është Britania, që ka 900 miliard dollar bono thesarit të Departamentit Amerikan të Shtetit si borxh. Borxhi që Shtetet Bashkuara kanë ndaj Kinës për t'i rikthyer këto, nëse Kina kërkon t'i shesë përsëri bonot e thesarit, është shumë i vogël në krahasim me 39 trilion që është borxhi kombëtar i Shteteve të Bashkuara. Është rreth 1.2, do më thënë se ka shumë njerëz që thonë i ka Shtetet Bashkuara shumë borxh Kinës, nuk është e vërtet. Tashi problemi është që Kina i pjesë të madhe të prodhimit të energjisë së vetë e ka një pjesë, kryesisht e ka nga qymyri, e ka 60% nga qymyri. Dhe pak 3% e ka nga energjia bërthamore, nga centralet bërthamore, ndërsa Shtetet Bashkuara kanë 43% të prodhimit të energjisë së tyre nga gazi. Pra, e kthejnë energji elektrike nëpërmjet gazit të tyre të lengshëm. Për sa i përket naftës, Shtetet Bashkuara importojnë për të plotësuar nevojat e tyre të brendshme 2 milion fuqi në ditë naftë.
Por këto i marrin sigurisht nga vende që tashmë i kanë kapur, si Venezuela dhe vendet tjera ku prodhohet naftë që janë aleat dhe kanë atë marrëveshjen e petrodollarit me Shtetet e Bashkuara në vendet e Gjirit Persik, siç janë Arabia Saudite, Kuvajt, Emiratet e Bashkuara. Kurse Kina nxjerr vetëm 3 milion fuqi në ditë nga prodhimi i saj vendas naftë dhe i duhen në fakt 11 milion fuqi në ditë sepse shpenzon 14 milion fuqi në ditë naftë. Tash i këti 11 milionë ku ta marrë? Ajo ka filluar të ngrerë... Një pjesë madhe mirë në Iran, për ta kontekstualizuar. Asa ju pre Venezuela, ju pre tash dhe Irani. Bisedat kryesore që kanë qenë, për mendimin tim, kanë qenë këto. Se Irani po mbahet me armët e Kinës. Dhe i ka thënë, na ler Iranin të lem Tajvanin. Ti mendon është ky pazari? Ky është një nga pazaret e bisedave që janë bërë, se pasaj të gjitha ata përfaqësuesit kanë bërë bisedat e tyre. Varianti dytë, në qoftë se kinezës kanë planuar të lëshojnë Iranin për Tajvanin, me mendimin që ata kanë fuqi ta marrin Tajvanin, ata kanë objektiv të marrin me rastin e 100 vjetorit të krijimit të ushtrisë së Kinës, në vitin 1927 është krijuar ushtria e Macedonit, dhe këta e kanë vënë si objektiv ushtarakët që ta marrin, kur të jetë 100 vjetori festimit të ushtrisë, ta kenë këtë si një trofe të rëndësishme marrjen e Tajvanit. Marrja e Tajvanit... Prit njerë. Sepse gjysmoshën e dytë, se po iku gjysmoshën e parë, po ikën për 8 minuta. Gjysmoshën e dytë do kemi kohën e nevojshme për të më shtjelluar 3 tezat që më the, pra 3 opsione që më the. Një më the, mund të kemi biseduar, pra pazari parë, dhe të themi marrëveshje parë, më leri Iranin të lë Tajvanin. Marrëveshja e dytë kush është? Në qoftë se ata se kanë pranuar këtë. Është i themi tani, pastaj do të elaborojmë. Është bërë oferta tjetër. Cila është oferta tjetër? Oferta tjetër është që për çdo anije që do të merrni, do t'i paguani piratit Karaibeve, Trumpit, do t'i paguani taks. Piratit Karaibeve. Po, ta vetoj. Ne jemi si piratët e Somalisa, po jemi këtu në lindjen e mesme. Po, skenar filmi komplet. Po. Dhe e treta, varianti tret, është ju mund të mos na paguani neve taks, por mos guxoni ta blini naftën me yen, po do ta blini me dollar. Perl. Tani një sekundë, i the këto treja? Po. I mban mend? Po si si mbaj? Që të pyes për 3 minuta apo 5 minuta? Po si si mbaj mend? Për 10 sekonda? Po kur duash, më pyet. Bëjmë një xhiro dhe të fillojmë me elaborimin e të treve, se në 10 bie gongu. Dakor. Në 10 do të të lirë. S'kemi më shumë kohë. Dhe dua gjysmëmoshën të shpjegosh këto treja janë perla, po të shpjegojmë thjesht fare. Pa bërë paranteza, e di vetit, ma diti mua manin. Që ta marrin vesh njerëzit, këto treja i tha Cako, vlla. 1, 2, 3, pik, mbaroj. Kemi kohë. Ledio, para se të futem më në thellësi me Cakon tani, se këtë doja, dhe e tha fiks në kohën e dur, mi tha 3 opsionet, se kjo është pyetje që bëhet. Ore, për çka kanë folur ata, vlla? Se ju i jepen imazhe, ju jepen këto diskutimet e bukura dhe shkoni vetëm majën e Asbergut, do thoshte Cako. Por çka kanë fol poshtë? Pra, për te asaj buzëqeshjes Trumpit dhe të Xis. Xia nuk e di buzëqesh apo jo, se ne kinojnë si kuptojmë kur buzëqeshin dhe kur nuk buzëqeshin. Po ç'n si ka? Çfarë është thënë? Çfarë nuk na kanë thënë akoma? Kjo është dhe bukuria e këtij zanati në fakt. Kurioziteti, apo jo Cako. Edhe sigur asnjë interes mos kishin. Kurioziteti është i papar. Jemi dakord? Po. Do ikim të bëjmë një xhiro Ledio? Ku do thosh? Ku do thoni ju? Ja do ja them tani. Do ikim të bëjmë një xhiro, prit se nuk dua ta humbas. Një sekond tani. Po. Ledio, bëjmë një xhiro në URF. Për njerë, pas të bëjmë xhiron. Ç'është URF-ja? Për gjithë ju që nuk e dini. URF është shkurtimi një gjëje. Është fondacion shqiptar që quhet United RIGHT S Fondation, që anglisht thuhet unitet, si thuhet anglisht o Cako? Unitet. Unity. Jo. United. E më lexoj tani, e lexoj si shkruhet. E bashkuar United. Po, United. Po, bashk. United Rights Foundation, që do më thënë,
është një fondacion shqiptar me këtë emër, United Rights Foundation, që ka ndërmarrë një projekti quhet Con Vis Ver. Ç'është Con Ver? Është nga Kondispoli, Con është Kondispoli, Ver është Vermoshi, pra nga jugu në veri. Është një projekt, një nismë, përmes ekspertëve që identifikon nevojat reale të grupeve vulnerabël do me thënë Të dopta. dopta, e ke parasysh, më të dopta, në gjithë Shqipërinë, për një shoqëri më gjithëpërfshirëse dhe pa përjashtim social. Thashë vete, ore, po në imazhe, si mund ta shprehni këtë që thash tani unë me tekst? Ja shikoheni. Ka që thjesht ishte. United Rights Foundation. United Rights Foundation. Ishte kjo, ka që thjesht. Tani besoj keni t'i qartë. Do t'jo kujtojt premten tjetër prapë. Më kujto, Ledjo. Riktheje me cakon, e njëta fabul në ekran, Ledjo. Go! Tre opsione ishin. Opsioni i parë cako, për t'i përsëritur prapë se vinë njerëz tani në emision që se dëgjuan pjesën e parë. Më fal Iranin, merr Tajvanin. Më fal, i thot Trumpi, më jep Iranin. Torta e madhe. Më fal, po torta e madhe. Më fal Iranin, të lë Tajvanin. Dhe Tajvanin kinezët kanë fiksim, ka gjithë jetën që e duan Tajvanin, po aty janë ato amerikanët që vinë vërdall dhe nuk e marrin dot. Opsioni i dytë që mund të jetë në këto bisedime në summitin Trump-Xi ishte taksa për çdo anje do paguash, edhe blije me çfarë monedhë duash. Pra, për ta thënë më thjesht, po deshe mos paguash taks? Jo, blije me jenë me çfarë duash, me çfarë monedhë duash. Po do paguash taks tek Pirati Karaibe. Po paguash taks ke Pirati Karaibe. Perl. Edhe opsioni i tretë, më të qeshtë. Opsioni i tretë është petrodollari. Që do thotë? Domethënë, hajde blini sa doni e keni hapur, po vetëm me dollar. Bukur. Ja, ky është emisioni që dua, pra. Vulgarizimi i inteligjencës, i gjës inteligjente, ta vulgarizojmë. Kjo është ushtrimi më i vështirë në botë. Sikur ta bënin gjithë njerëzit të, e disa do ishin në paqe. Nuk e bëjnë të gjithë, cako, se duhet të dish ta bësh. Tani cako, fillojmë me opsionin e parë. Më jep Iranin, pra mos të më gatro me Iranin, jap Tajvanin. Çdo me thënë, kemi 10 minuta për çdo opsion. Kjo do të thotë që Kina të prisheshe me Rusin, Amerika të prishet me Japonin, Amerika të prishet me Koren e Jugut, Amerika të prishet me Indonezin, me të gjitha ato vendet e archipelagut aty në Azinë Jugore. Pse, shpjegoje, pse që të bëjë kjo, pse do të prishej? Sepse rruga tregtare e anijeve me naft dhe me mallra nga Japonia dhe Korea e Jugut kalojnë në pjesa detare përpara Tajvanit. Në qoftë se kjo do kap Tajvanin, Kina del ka gjithë paqësorin poshtë edhe është ballkoni paqësor i Tajvanit. Dhe pastaj do ketë në kontroll gjithë paqësorin dhe nuk mbahet më. Që do thotë gjitha këto vende Japoni, Korea e Jugut, gjithë ato rritet kostot, edhe në çdo moment Kina mund të bëjë embargo sa herë doj. Dhe këto tash duhet vërtiten nga lart, nga deti i Veriut ose zbresin poshtë nga Australia, të rrotullohen rreth shkëmbimeve të Atlantidës, rreth rrotull maleve preakulli, të dalin poshtë Australisë deri në çmimi vete, çmimi shkon. Domethënë ekonomia e këtyre shkon down, ikën poshtë dhe ato. Pra, nëse ndodh ky opsion, pra, ky skenar, i bie që amerikanët të prishen SBA-ja, të prishet me Korenë e Jugut,
me Japonin, Malajzinë, Filipinet, gjithë të vendet e Azisë të lartë. Po, edhe me vendet e gadishullit të Indokinës, që edhe me këto, Vietnam, Laos, Kambodža, sepse Kina ka kohë që ndjek një politikë agresive detare, duke i detyruar anije tregtare të këtyre të mos kalojnë, sepse ju e dini ato ishujt spratel që i quanin këta, në mos i gaboj emrin, po këshu quen, ka ngritur disa ishuj artificial Kina, në mes të, do me thënë njeri pas tjetrit, edhe thot kam sovranitet mbi këta, kam dhe mbi këta, kam dhe mbi këta, dhe ka ngritur ishuj artificial. Edhe nuk i lejon këto vendet me forcë. Ndarja e famshme e kufive detar. Po. Njëkohësisht, Shtetet e Bashkuara do përkeqësonin marrëdhëniet qofse do ta lejonin Kinën të bëheshin fuqie madhe detare, sepse Kinës kjo i mungon, fuqia detare. Nuk ka fuqi detare. Dhe në qofse do marrë gjithë të hapësira, sigurisht që Kina do bëhet një fuqie madhe detare dhe pastaj do bëhet një superfuqi ndoshta e parë e botës. Një sekondë tani. Na the vetëm pjesën e parë, një pjesë medaljes. Kina do prishet me Rusin, do prishet BRICS-i. Me Iranin, po. Po i la Amerika, Tajvanin, edhe Kina talshoj Iranin, do prishet BRICS-i, pra do prishet alianca Kinë-Rusi, Indi, Brazil, Afrika. Me Iranin po e po, apo jo? Po, pa tjetër, Kina me Iranin do prishet me njerë. Po ti, tani, oke, e the si, e elaborove si kështu, të bë një pyetje unë, apo ke akoma për të shtuar? Jo, bëj pyetje. Jo, në qëse ke për shtuar, shtoj se kam një pyetje unë tani. Po, pyetje për këta ka sa duash. Nga 110, sa e mundur është që ndodhi kjo? Që ndodhi kjo opcion, pra, skenari parë, më ler Iranin të të le Tajvanin. 3. Pra është e dobët. Po. Pra në qëse do vinin basne sot sa kohë këtu, unë zdi të vë basne fare, koeficienti si do ishte? Ku dhe unë zdi atë sëmë. Asë unë s'marrë vesh nga ato. Një është dysh, ku dhe unë se që janë co. Ku dhe unë që bëjnë ato, nuk e di. Asë unë si kuptoj fare ato. Thonë këta shumë atër pasere në studio, i din këta e njofin, Meksi i njefë shumë mire. X është barazim, njësh është për shambull fiton skuadra vendas, dysh është skuadra safiren, mos gabojt. Do ndaj me gola lartë. Si i ledio? Do ndaj me gola lartë. Do ndaj me gola? Me gola lartë, do bëjshë shumë gola. Do bëjshë shumë gola. Dakor. S'kam bën kur. Pra është 3 ca kohë, kuj opcion. Opcioni parë. Me notën 3, nga njërsh i dërën 10. Igu, e kaluam që shpejtë, se kishim kohë në fakt për të elaboruar më shumë. Pse atëre është e vështirë që kjo të ndodhi? Pse është nota 3? Pse Trumpi nuk e... Pse a i thuaje? Pse Dzia thua ti, është gati të pranonte, kush gati të pranoj këtë opcion? Kina apo SBA-ja? Trumpi, deri sa ja ka bërë këto, duhet ja ketë bërë këto ofertë, unë mendoj që... Thua Trumpi është interesuar? Po. Të unë pasi gjithë Azinë antiposhtë? Po. Në sekundë është, atëre Trumpi i beti a futi vetës, ti qëlloj vete në këmë. Po, Trumpi do kap gjithë burimet energjitike, këshu, se po mori Iranin e kapa i gjithë naftën e lindjes së mesme. Po, humbja Tajvanit, nuk shkakton asnjë gjë për Amerikën? Po, pastaj do ta mbaj Kinën të kondicionuar, sepse s'ka ku merë burime me përjashtim të Rusisë, e cila nuk ka kapacitete që të plotësojnë nevojat e të sajat edhe... Se këto ma mirë këto. Si? Më thuaj, nuk e kuptova mirë të. Trumpi e dëshiron një gjë të këtil. Ti thua do të donte? Po, do të donte një gjë të këtil, kurse Kina nuk besoj... Po ti vëshë peshore, pra. Humbet më shumë Trumpi pak të gjë, apo me këto opcion? Shiko, kosto përfitimi janë të gjitha. Humbja është ajo që thua ti që këta do bëhen fort në paqësor. Po, ti vete the në fund. Kina dhe fiton një, arësë në fuqi, do bëhet një super fuqi. Amerika, interesat më të mëdha i ka deri ke lindja e mesme dhe hemisfera perëndimore. Po atëre, pse e ruan Tajvani me kështu aeroplan bajtëse? Ma thua dot? Se ka kaq vite që ka gjithë bazat atje për dalë, ka rethuar Kina. Për monetë shkëmbimi e ka ruajtur, për një pazar të madh, dhe ky është një pazar i madh. Marr Iranin, që është ura ndërmjet Azisë dhe perëndimit, dhe një nga vendet strategjike për kalimin e 25% të rezervave energjitike të botës në naftë. është monetë shkëmbimi, thua ti? Po. Po atëre kjo te kalon Trumpin. Para se të vinte Trumpi, se kjo është politike tyre, e nuk e sa viteve. Aeroplan bajtës të atje nuk kanë vajtë në kohën e Trumpit. Shiko, ka qenë historikisht. Kur ka qenë superfuqi e pa diskutuar Amerika, e kanë bajtur për geopolitik Tajvanin. Po ta shi ka ardhur koha që ta përdorë si monedë shkëmbimi. Qa ka kuj Tajvani që nuk kanë ishujt e tjerë, ma thua do?
Po ta thash pra, përveç tyre microchipeve. ky kufizon njerë geopolitikisht, Kinën e mban të kufizuar në kontinent. E nxjerr pak në detin e Kinës jugore. Se Tajvani i pengon të dali Kina në det. Po, është direkt përballë Kinës, nuk del dot në... As anash. Po, anash këte, do me thënë, në drejtim të lindjes nuk ka nga shkonë, se është Korea e Jugut dhe Japonia. Kurse këte nga deti Kinës jugore, këte shkonë, edhe shkonë në drejtim të perëndimit. Ti thua Kina është izoluar në kontinent dhe është e rrethuar nga proksit amerikan, apo jo? Po, Kina ka problem të madh edhe një kanal që ndodhet në Filipine, është më duket 600 km i gjatë dhe është vetëm 60 km i gjerë, sa që është për shembull kjo Otrantoja, ku kalojnë gjitha njetë kineze. Dhe ky kanal, sa herë që ka ashpërsi të marrëdhënieve tregtare mes perëndimit dhe Kinës, ky kanal kontrollohet nga perëndimi dhe Kinës i bëhet embargo. Dhe këtë kanal këtu, Kina e ka shumë problem, andes del dot në, domethënë, të dalë në Oqeanin Indian. Sepse gjitha kalojnë këtu ke ky kanali. Dhe Shtetet e Bashkuara dhe perëndimi, Britania, mund të vinë deri ke Filipinet, e kontrollojnë Kinën dhe nuk e lënë të vijë këtej. Po, Kina do të ketë burime të mëdha ujore dhe këto shelfin në New York. Tani Ledio po më pyet, nuk e di Ledio pse bën vetë pyetjen Cakos. Bëja vetë pyetjen se merr një mesazh nga Ledio. Ledio është shumë i kujdesshëm, ka një diskrecion të papar. Nga ndonjëherë nuk do të dalë që bën pyetje, tani se radhë bëja Ledio Cakos pyetjen që më nisë mua tani. Pra Ormuzi vlen më shumë se sa Tajvani, kjo është pyetja. Çfarë? Bëja pyetje tamam Pra Ledio. Ormuzi në këtë rast vlen më shumë se sa Tajvani? Kjo është pyetja. A vlen Ormuzi më shumë se sa Tajvani? Për këtë po flisim apo? Pra duke kap Iranin, kap ngushticën e Ormuzit. Për kushtet ofenduese të cilat ndodhen Shtetet e Bashkuara me Izraelin sot, sigurisht që është më e vlefshme për perëndimin Ormuzit se sa Tajvani. Shumë i vlefshëm thua. Po. Kalojmë tek opsioni tjetër. Opsioni i dytë ishte Cako për ta kujtuar njerëzit se vinë gjithmonë. Opsioni i dytë ishte që ne gjithmonë i Trumpit, ëh? Po, ju mund të vini të merrni naftë, nëse këta i kanë të njohur, Ku të shkojnë të marrin naftë? Ku? Kinez, në të kalojnë në Ormuz. Ku duan le të bëjnë? Katar, në Iran, në Kuvajt, se ata marrin nga dorë, Arabi Saudite. Kupton, do me thënë, çdo anije që do kaloj nga ju në Ormuz, do paguaj taks ke neve, Deri tani nuk kanë paguar gjë. Deri tani nuk kanë paguar gjë. Tashi kanë paguar këto kohë të fundit. Tani që është bllokuar Ormuz. Tashi që është bllokuar, kanë pra, paguar. ju mjafton, ju mund të merrni shkoni naftë dhe gaz ku doni. Po do paguani për shembull kaq taks. Do paguani te Dajsami. Po, do paguani ke Pirati Karajibeve kaq % të vlerës totale për shembull të. Po, një sekond, sepse ky opsioni i dytë në fakt po ta vësh re, është i ndryshëm strukturalisht nga i pari. Te i pari duket pazari që është i qartë, më jep këtë jap atë. Te i dyti ti më the vetëm njërin anë të medaljes. Pra Trumpi i kërkon këtë gjë, po ndërkohë çfarë i lëshon? Ke haruar të më thuar Cako, ose se ke menduar, çfarë i lëshon? E lejon të marrë energji sa dojtë. Jo, më fal, pse e lejon? Kina merr energji, edhe sot po flasim. Kinezët, iranianët nuk e bllokojnë, as amerikanët në Ormuz nuk kanë bllokuar anijet kineze. Por të jesh i sigurt, le mos dëgjojmë llollokot. Jo, shumë pak kanë kaluar në fillim. Tashi ju kanë marrë job, jo se s'kan kaluar. Ju kanë marrë job dhe në Ormuz dhe në Oqeanin Indian. Ju kanë marrë job. Anijeve kineze. Kush e ka vënë jobun? Amerika. Është e sigurt kjo? Po, këto kohët e fundit ju kanë marrë job. Edhe Kina është shumë e shqetësuar për këtë, se është sikur po e përdonojnë. Dakor, pra ti thua, pra kjo është këmbimi. Po, të thashë që Kina ka nevojë për 13 milion fuqi në ditë. E qartë. Dhe këto i merr në lindjen e mesme. E kuptova. Dhe në Venezuelë i merrte. Tashi do që ti marrë në Arabi Saudite, Iran, edhe në këto vendet e tjera. Po në Arabi Saudite po se është Ormuzi, po normal. Po. Edhe këta i thonë që do paguani ke ne. Do me thënë, blieni me qatë doni, me qatë monedë doni. Blieni me monedën tuaj, nuk duam petrodollar. Po, dhe ajo që i lejon, thot, ne do ju lejojmë që se bëni këtë. Po, ne do t'ju lejojmë që ju të merrni sa doni, ama do paguani për shembull 20% plus të kostos që ka vapori. Edhe Kinës mund t'i interesonte ky opsion? Kinës mund t'i interesonte ky opsion? Unë mendoj që për të ruajtur dhe një lloj. Ky mund të jetë opsioni më i mirë që mund t'i interesoj Kinës. Si që të paguajnë? Po. Paguajnë gjobë? Po. Janë më të interesuar të paguajnë gjobë se sa të blenë me dollar. Pritani, se dollari është opsioni i tretë. Po, pra. Apo, ndalojmë këtu atëre. Po. Ndalojmë me të dytin, t'i ndajmë, si në klasë, si kur jemi në shkollë, t'i ndajmë. Po. Për metodologji do t'i ndajmë.
Leti jo, para se të ikim, do bëjmë Gjiron Dorelan tani, urgjent. Që është Dorelani, ju e dini shumë mirë, po për gjithë që nuk e dini, jo themun tani. Dorelani, miq, është një super brand italian, pa parë. Mbi 2000 dyqane ka në gjithë botën, mbi 55 vjetë përvoj, në Shqipëri prej kohë është tashmë. Dorelani ju fton të ndryshoni në mënyrë radikale cilësinë e jetës. Ju shpesh ankoheni nga dhimbjet e mesit, qafës e këto. E keni thjesht nga dysheku, nuk keni sëmur, nuk keni hernie. Në shumë raste, thjesht është dysheku i gabuar. Prandaj urgjente Dorelani, 50% ulje në produktet caktuara, 50% dhe të dysheqet. Prandaj po i flas për dysheqet, dhe ka gjithçka. Gjithçka e ka bërë me gjumin, po unë po i flas për dysheqet me qëllim, me kast. Është përsosmëri italiane në çdo detaj. Ka ardhur koleksioni i ri i dyshekëve dhe krevateve për të projektuar dhe për të përshtatur nevojave të çdo trupi. Kujdes. Keni për sportist teknologji që përshpejton rikuperimin muskulor. Mendojnë italianët, janë të paparë. Mbështetje ortopedike, për këto që ju thash. Dhimbje mesi, qafe këto. Zero, i heq. Ergonomi e plot, çdo më thënë ergonomi e plot. Përshtatje e perfekte pavarësisht nëse flini në krah apo në shpinë. Gjumi thellë. Shumë shpesh ju vuani nga gjumi, apo jo del në orën 3 të mëngjesit, 2 orë pa gjumë. Jo, me dyshekun Dorelana është komplet tjetër gjë. Se janë materiale që rregullojnë temperaturën dhe garantojnë reati maksimale. Prandaj mos i bëni kompromis gjumit, nëse doni të jeni efektiv në mëngjes, për të kapur një lek, duhet të flini mirë. 5 orë, po të qeta, të forta, të thella. Ndaj, te Dorelani 50% ulje. Garancie 10 vjeçare, e pa pare pa dëgjuar, madje arrin deri atje, sa që ti e merr dyshekun, e çon në shtëpi, e provon, e mban një muaj, po s'pëlqeu e kthe mbrapa. Nuk ka për ndodhur, po e ke si opsion. Kujdes miq, Dorelan ka ditëlindjen e madhe këtë muaj dhe ky është lajmi do i japsonte. Gjithë muaj maj është ditëlindja e Dorelanit, prandaj përfitoni nga super oferta, 30 dhe në 50% ulje në të gjitha dyshekjet dhe jastiqet toperat, edhe toperat. Topera janë ato që mbrojnë dyshekun, ke parasysh ato që i hedhë dysheku quhen topera. Ku e gjeni? E ke deri në 31 maj këto çmime, ë? E gjeni në showroomet e Dorelanit që i gjeni ose te -1 Shtegu, ose rrugë Kavajës përballë Deli Orgjit, klasike, ose qendra tregtare Prestige Home në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 12, dormire bene, vivere meglio. Është slogani Dorelanit, janë italian. Rikthehemi pas pak me Alfred Sakon. Do flasim për zhvillimet më të fundit, për lajmin më të rëndësishëm të këtyre ditëve, summitin Trump-Xi, dueli i dy superfuqive. Jemi rikthyer. Të gjitha kalojnë në ekrani, fut Ledio. Sot është data 15 maj, zënës Zotrin 2026. Po jetojmë kohë shumë interesante. Përfitoni nga paqja që keni vërdall. Mund të ishit shumë keq. Kujdes. More, jo prej qeverisë, po prej atyre. Jo, prej atyre. Puzzlit, atyre që montojnë puzzlin e madh. Po. Summiti Trump-Xi, dueli superfuqive, rri mirëmbrëma ose mirëmbrëma të gjithë ju që mbrini tani në këto momente,
Ishim të opsioni dytë, këtë emision mund të shikoni në YouTube, të faqja që Ledio plasër pasere në ekran, Zonë e Lirë Official, bëni dhe një subscribe, nuk i kushton asgjë. Ndihmojmë njëri tjetrin. Cako, ishim të opsioni dytë. Opsioni dytë ishte, për ta mbyllë për kaluar të kitreti, se kemi akoma dhe qere kore, jo? Opsioni dytë dhe i tretë janë të barazvlefshëm. Jo, po do ta themi tretin cili është. Do ta themi, patjetër. Cili është? Opsioni tretë është petrodollari. Nga smuat petrodollarin jeni të mbaruar. Me fjalë më të thjeshta, bëni tregti. Bota do rikthehet ashtu siç ishte, por me ndryshimin që Kina dhe Irani nuk do guxojnë të bëjnë tregti me jenë, sepse e kanë bërë me jenë këto vitet e fundit. Bukur, tani më kujto pak ç'ishte ky lajm i tmerrshëm që kjo drejtë Emiratet e Bashkuara dolën nga ajo, kanë dalë nga kjo e APEC-ut. Po, dolën nga OPEC-u. Sepse këtu hyn, pse më kujtove nga petrodollari. Kjo çdo thot, dalja se ishte shqetësuar shumë Arabia Saudite. Kjo do të thotë që nuk do t'y nënshtrohet politikave të përbashkëta që marrin vendet e OPEC-ut. Për shembull, kur vendosin që për shembull kur bie çmimi i naftës për shkak të rritjes ofertës, ata ndjekin politika që stabilizojnë çmimin dhe ulin prodhimin, bien dakord për shembull që çdo vend ta ul për shembull 3% ose 5% vendet prodhuese të naftës, ku bën pjesë Venezuela, me radhë vendet prodhuese shtetë. Të shtim, për herë të parë. Shtetet e Bashkuara nuk bëjnë pjesë në OPEC, megjithëse janë një prodhues i madh i naftës dhe sidomos i gazit të lengshëm. Dhe kjo është shkëputur dhe ndjek politika të pavarura nga OPEC-u. Duhet thënë që Emiratet e Bashkuara janë një vetmi vend sot që po mbështetin nga 17 baza që kanë lindjen e mesme Shtetet e Bashkuara, vetëm bazat në Emiratet e Bashkuara dhe territori e Emirateve të Bashkuara, kryesisht janë dhe këto vendet e vogla, Doha, Katari dhe Kuwaiti që i lejojnë për shembull avionët dhe territoret e tyre dhe avionët amerikanë të qarkullojnë dhe bazat të i përdorin, por Arabia Saudite e ka ndaluar tash që në qoftë se do ketë një rifillim të luftës me Iranin, nuk duhet të përdoret asnjë bazë nga Arabia Saudite e Shtetet e Bashkuara dhe ashtu si Turqia edhe nuk duhet të kalojnë nëpër territorin e Arabisë Saudite avionët izraelit dhe të Arabisë Saudite. Nuk duhet të kalojnë? Avionët e Izraelit dhe Shtetet e Bashkuara nga territori arabis. Më ka ikur mua kjo. Po, është marrë këto ditë. Ka vendosur qeveria. Trumpi e fyevi atë Bin Salmanin, i tha më puth në Prapanici, tha para një. Po nuk është se i kishte si fyerje atë ai, u interpretua ashtu, në fakt. U interpretua ashtu, e nxjerrua në konteksti, po si ishte ashtu tamam. E tha në një kuptim që domethënë ai ishte njeriu im, e kupton? Në ideja është e kam timin atë. Po mënyra si shpreh Trumpi krijon keq kuptime. Nëse shën si ka për t'u rikthyer. Po, vetëm Emiratet e Bashkuara janë në luftë me Iranin, qoftë se fillon lufta dhe vetëm Emiratet e Bashkuara do të jenë objektiv goditje nga Irani. Dubai e këto. Kështu deklaroi ky ministri i jashtëm Arakçi i Iranit para 2 ditëve që në rast se ka ndonjë luftë, do godasim Emiratet e Bashkuara, ato janë armiku jonë i madh. Dhe skenari 3 për ta mbyllur? Po, skenari 3 është petrodollari. Shiko tash. Ja një sekond vetëm këtu, të ndërpres pak. Po. Ledio, më nis një çun urgjent, një nga çunat që ke atje që mund të lëvizi, të më japi pultën e kondicionerit se prandaj të shtiva. Që ka hap kondicioneri këtu, ndërkohë që më pyetën në fillim, thash, "Ore, ç'është kjo zhurmë?" Më thanë, "Jo, janë në fakt është kondicioneri i hapur, do ta fikim, se unë jam anti kështu i ftohtë, s'dua gjëra të ftohta fare, më mirë të djersiten sa ti ca kohë si e ke." Unë kam qef kondicionerin. I doti? Po, e duroj. Po tani po ta heqën s'bën nuk e problem. Se nuk është aq vapur. Nuk e kam problem. Ledio, të lutem, ma nis urgjent atë të marrëshkasin tavolinë atë të pultin se e din që kanë turp çuna të dalin këtu. Të vinë të ma sjellin. Ma nis urgjent, se nuk e shoh ku është pulti. Urgjent Ledio, please. Ancako. Shiko, shumë njerëz e dinë se çfarë është petrodollari dhe fiat paraja. Fiat paraja është mbështetja e dollarit amerikan mbi jo vetëm mbi arë, po dhe mbi naftë. Shiko, mos e hap atje se është më fal. Mos e hap atje se ishin mbyllur. Tani më duhet të mbyllun këto. Hajde pak këtu tani, ma jep mua, më fal Cako. Se s'bëj dot emision kështu. Bëj dot emision se kam mendje, e pe që të shtiva që parë. Po. S'para më ndodh. Jo, hajde se nuk e kap atje, do të më japësh mua pultin. Afro këtu se nuk kap kamera.
Marrëshkit shumë tavolinë? Fort, bravo, je i madh. I jepi Cako. Ashtë, tani jemi në rregull. I jepi Cako. Duhet thënë që ari Amerikan sot mbështet vetëm 73% të rezervës të dollarit, ndërsa rreth sa i bie 26% të tjera mbështeten kryesisht ke nafta, ke petrodollari. Në qoftë se nuk do të ketë petrodollar, do të bjerë emisioni i dollarit dhe do të bjerë fuqia amerikane në ekuilibrin e madh të peshores midis mallrave dhe shërbimeve nga njëra anë dhe paras. Kur një mall shkëmbehet me monedhën e një vendi, pavarësisht se ku prodhohet, ajo hyn pjesë e ekonomisë së atij vendi. Pra, duke ushitur nafta me dollar kudo që është në botë, ajo konsiderohet nafta sikur është pjesë e ekonomisë amerikane. Dhe kjo mban ushtrinë amerikane me të cilën Amerika sundon pasaj gjithë botën dhe... Këtu jemi dakord. Po. Këtu është shumë i qartë. Pyetja ime është kjo, rusët sot për shembull, që janë në sanksione u bë vite nga lufta në Ukrainë. Po. Me çfarë e shesin? Kë? Naftë. Naftën e shesin me paret e Brexit. Vetëm me Evropën... Me rubla, apo jo? Me Evropën e shesin më duket me rubla, kurse me Kinën e shesin me jenë. Dhe fiton pa fund Putini tani gjë është duke shit me rubla. Po, shiko, ekonomia kineze është e pafuqishme për të pasur një monedhë të besueshme, sepse vetëm 7 ose 8% e ekonomisë së saj mbështetet në arë. Kurse rezervat e rublës janë më të forta, rreth 30% e rezervave të rublës, do me në rublave të emetuara, janë të garantuara në arë në Rusi. Pra, Rusia ka më të lartë se sa Kina ka shumë të lartë. Pra, kushti është ari, thua ti? Po. Rezervat e arit? Një nga arsyet që vendet e tjera vazhdojnë të preferojnë të blejnë mallra me dollar, vendet e tjera të botës, është se ende dollari është i fuqishëm. Por që ndodhë? 20 trilion dollar borç kombëtar i Shtetet Bashkuara është baraz me 125 GDP vjetore, Amerika ka rreth 32-33 trilion dollar. Pra është 115-120, nuk e di sa i bie, 39 trilion dollar borç. Kur ka rënë Britania, ka pasur 75% të borxhit. E dikur mbaroi Pax Britannica në luftën e 56-s për kanalin e Suezit, kur Britania dhe Franca humbën dhe Izraeli humbën përballë Egjiptit që u mbështet nga Shtetet e Bashkuara. Aty filloi Pax Americana. Në këtë moment ka filluar. Dhe ekonomia britanike u plandos për shkak të rënies dhe fuqisë së sterlinës ose poundit britanik. E njëjta gjë ka ndodhur dhe kur ka rënë Spanja si superfuqi botërore, po dhe Holanda si një superfuqi e madhe detare që ka qenë, pavarësisht se nuk ka pasur ndonjë Pax Holanda, ka pasur Pax, do me thënë, e këtyre hispanikëve, spanjollët me portugezët, për një periudhë kohe, po pas doli Pax Britannica, pas luftës me armadën, që u mund në kohën e Elisabetës së parë, u mund Spanja dhe u bë Pax Britannica. Dhe dollari për shumë studiues është duke ikur në gremin. Pse? Borxhi kombëtar që paguhet bashkë me interesat, i këtyre 39 trilion dollarve, është 7 trilion dollar në vit, tashi në këto momente që është 39. Kurse rritja e ekonomisë është 5 trilion, pra gjithmonë shkon -2, po pas 2 vjetësh, kur dhe 21, mund shkoj -3, -4 në vit, dhe kjo është e pandalshme. Dhe prandaj Trumpi shikon këtë të kurjen, atë që bëri pak a shumë Rusia si superfuqi e madhe botërore në vitet 90, Trumpi mendon ta zvogëlojë sipërfaqen që të... Sipërfaqen e kujt? Sipërfaqen e sundimit, pra mund t'ja lërë Kinës atë pjesën e paqësorit, prandaj ka bërë ato ofertën e parë. Ti thua sa më shumë i hapur të jetë, aq më shumë shpenzon? Po patjetër se duhet ketë më shumë baza, duhet të shpërndajë energjinë. Parimi sepse bien perandorit apo jo? Sa më shumë hapur aq më shpejt bien. Kur perandorit rriten dhe duket sikur forcohen, në fakt ato dobësohen.
Dhe Trumpi prandaj mendon që të mblidhet nga Filipinet, të mbajë Indinë në kontroll, Oqeanin Indian, bashkë me lindjen e mesme, të mbajë Mesdheun me Evropën dhe Oqeanin Atlantik dhe pjesën e Oqeanit Paqësor që është nga ana e Shteteve të Bashkuara, nga ana perëndimore e të dy Amerikave, të kontrolloj gjithë të teritore dhe pasaj do vazhdoj gara përsëri me Kinën. Kështu duken gjërat për një sy që i shikon gjërat në mënyrë racionale, po unë që i shikojnë qik dhe intuitive, në mënyrë intuitive, ose dhe me teorit që sot quhen të konspiracionit, unë mendoj që ka një strategji të madhe që elita kërkon të rëzoj racën e bardhë, që është thelbi fuqisë perëndimore, sepse raca e bardhë nuk ju bindet shumë planeve të këtyre, planeve të ndryshme për kontroll, që elita botërore do ndaj popullsisë. Pse më nëzërë të test tani, ka lidhje me fabullin po flasim? Po ka lidhje, se unë them këta që dora dorës duke kërkuar tash Trumpi që gjitha biznesmenët, se këta i kërkoj, gjitha biznesmenët që kanë gjitha të fuqit të madhe ekonomike, i kërkoj që softverët e tyre t'i kthejmë përsëri në hardware. A i kur ndoqi politikat protekcioniste, tha që ne do prodhojmë në Amerikë dhe do punësojmë punëtorët amerikanë, që sandalet mos i bëjmë në Kinë, tha, po t'i bëjmë këtu, tha. Edhe në qofë se i bëjmë $1 më shtrenjtë, pra 20% më shtrenjtë se sa i bën punëtori kines, ne do t'i vëmë atyre një tarif 20% dhe do punësojmë Amerikanë. Do t'a kompensojmë me këtë? Po. Tani ti thua po ndryshon mendje? Tashi po ndjek politik të kundërt. Pse? Sepse... Pse? Sepse sa po thej që ai kërkon më shumë të izolohet, me qëllim të jetë më i fortë. Më pak i përhapur, më pak i hapur, po më i fortë. Këtë më the pak para 5 minutash. Po, por... Kjo është kontradikt me këtë që the? Jo, nuk është kontradikt. Pse? Trumpi e ka të domosdoshme kontrollin mbi lindjen e mesme dhe ruajtjen e autoritetit botëror të superfuqisë amerikane, sepse i ka rënë autoriteti që s'po nështrojnë dot Iranin. Dhe që të... Këto më duhet të rrim 5 minutat të Irani, se po mbaron po. Rrim sa duash. Që të joshë këta, ju thotë që shiko, ne do t'ju imputojmë kapital prap, që ju ta merrni veten këtu në Kinë, do t'ju sjellim bizneset tona, të apim punë, të rritin... Ata janë, kur se s'janë, biznes amerikanat, e janë, o të Kur? Janë Kinë, kur se s'janë. Do rritim investimet akoma më shumë, se prandaj kam vajtur këta tregtarë për të investuar në Kinë. I thonë Kinës hap ekonominë që këta të vinë të investojnë. Edhe kërkojnë kushte lehtësuese në fushat e tyre të gjitha. Dhe i thotë më lerë mua Iranin, dhe mund të ketyr para Tajvanit kjo bisedë. Do më në unë të sjell kapitalet tu që ju të kini sa të do. Dakor, tjetër. Po, është dhe ky variant. Edhe pasaj kanë ardhur me radha ato. I dyti ka qenë Tajvani, treti ka qenë kjo petrodollari dhe katra pasaj taksë mbi çdo anije kineze. Pra, i kanë dhenë disa opcione... Dhe ne kur do marrni vesh të vërtetët, se i e Parizan, i Majis Icebergut, në fakt duhet të shohin shumë më thellë. Kur do marrni vesh të ose, asgjë nuk është thënë realisht. Qa kanë folë konkretisht ata? Këto do merren vesh me atë që do ndodhë. Në qofë se për shembull në goditjen e... Duhet të shohim ngjarjet që të dekriptojnë... Në qofë se Trumpi... Ç'do bëj Trumpi? Shikon, në qofë se Kina e lëshon Iranin, ajo mund t'ju jap një mesazh atyre, t'i thotë, dëgjoj, nuk kam çfarë t'ju bëj, nuk ju ndihmoj dot më, se më dha thellën e madhe këte dhe juve... Tajvani, që është thellë e madhe për Kinë. Jo vetëm Tajvani, po dhe investimet. Darë janë det. Po, dhe unë nuk kam çfarë bëj, mi ka lidhur këmbët dhe dilini zot vetes. Këta... Po dërgo. Këta kanë dy rrugë, o do dorëzohen pasaj, pandimën e Kinës, se Kina i ndihmon me logjistikë, i ndihmon me armatime, i ndihmon me para, i ndihmon në shumë drejtime Iranin. Këta kanë dy rrugë, o do rezistojnë, do bëjnë luftë të gjatë, sepse Amerika e ka të pamundur t'i thyej nga toka. Nga ajri. Nga ajri, po, se nga toka nuk hynë, si thyen dot. Deri tani të paktën nuk kemi shënjë deri po. Dhe nga këta analistët... Megjithëse mund të hyjnë komando ndryshme, jo kështu ushtrit tamam, domethënë. Po, mund të hyjnë. Lajmet e fundit që kanë dalë. Irani nuk është gjarë për me në kokë, është hidër. Çmenduri është. Shumë koka, dhe të gjitha rajonet janë krijuar në mënyrë të tillë që të veprojnë në mënyrë të pavarur në qoftë se goditet, domethënë qendra.
Ndërkohë mbetet Putini, nuk dim ç'do bëjmë, qofse ndodh ky opsion që mua më duket i vështirë Kina të lëshojë. Putini shumë shpejt do sulmoj Evropën, shumë shpejt. Zërbe. Shumë shpejt. E mban mend kur të thash që radha e luftës do jetë pas Iranit Izrael-Turqi? Po s'ka filluar gjë. Jemi në nivel deklaratash. Nuk kemi asnjë incident deri tani cako. Do filloj. Por që s'është e çuditshme do filloj. Mua më duket lufta të mëshme ajo. Lufta nuk ka mbaruar, lufta s'ka filluar. S'ka filluar akoma, jemi në fillim. Putini bëri provën e asaj Sarmant, që është raketa balistike me fuqishme në botë, që ndahet në disa kohë. E pasha të lajmin, po, e pasha të lajmin. Dhe ka kaluar, do më thënë, gjithë fuqinë e tij bërthamore në nivel gatishmërie numër 1. Dhe Amerika kaloi nga Defcon 4, që ka të gatishmërinë kur armët bërthamore i ka të palëvizshme, këto që ka për shembull në për nëntece, në për ati e ka kryesisht ai. Kanë kaluar në Defcon 3, ku 20% e armëve bërthamore që janë në mjetet e lëvizshme dhe në për këto avionët, kam përbuar të qarkullojnë në zona strategjikisht. Në thelb, kjo nuk është lajmi keq, sepse kur ngrihen alarmet nukleare të tilla, tregojnë që ka një ekuilibër dhe nuk do të gjë. Problemi është kur ne nuk dim gjë. Pra kur këta deklarojnë që kemi ngritur nivelin nga kjo, kemi vat nga 4, 3, 2 etj. Unë këtu jam i qetë, unë dhe ti dhe gjithë njerëzit. Unë këtë takimin Trump-Xi dua ta krahasoj me takimin Hitler-Chamberlain në vitin 38 në Myni. I jepi për aq kohë sa na mbetet. U duk sikur në atë kohë u vendos një paqe, u hodhën firmat dhe marrëveshja e madhe. Hitleri dhe Chamberlaini ka qenë kryeministër. Mirë po, kur shkoi Chamberlaini me marrëveshjen e Myniut në Parlamentin Britanik, ja hodhën poshtë dhe këta e rrëzuan dhe erdhi një nga këta kukullat me telat elitës së City of London, që ishte njeriu që shkaktari kryesor i luftës dytë botërore, që është Winston Churchill, një buratin, një njeri borshdhin nëpër bankierët e Londrës, i cili ishte gati të vriste dhe baban e vet për ato interesat e vogla meskine, për të pirë ca puro të mira, për të pirë ca whisky. E the këtë për Churchillin? E the këtë për Churchillin? Churchilli një nga figurat më të këqija që ka pasur historia botërore, pavarësisht se i qenë sikur është fitimtar i madh, po mos po të kishin Chamberlaini, nuk do kish pasur luftë dytë botërore, sepse Anglia me Gjermanin, si e di ti, luftën kush e filloi, Hitleri apo Britania? Patjetër më Churchilli thoshte të shkojmë në luftë patjetër. Më 3 shtator 39, kush e sulmoi njëra tjetrën? Kush i shpalli luftë? I shpalli Britania apo Gjermania? Po, a tham që në fakt kur ne tham që në fakt ishte, edhe atje është rast, është kurthi Thuqididi dhe atje. Duhet patjetër fillon të dikush. Dakor. Jemi dakord tani. Dakor. Pra nuk mund të apajsosh Churchillin se donte atë. Dije që Hitleri do fillonte patjetër apo jo? Shiko, atë ti ç'do bësh? Do mprosh apo do kundërsulmosh? Në luftën e parë botërore ishte kurthi Thuqididit midis Anglisë dhe Gjermanisë. E di pse? Sepse perandori gjerman ndoshin politikë të gabuar, filloi të ndërtonte flotë të fuqishme dhe kjo ishte kurthi Thuqiditit, sepse Britania kishte një kriter që duhet të kishte flotën e saj 3 herë më të fortë, domethënë më të fortë se 3 fuqit më të mëdha detare të kohë. Dhe e kishte apo jo? Dhe s'po e përballonte dot garën me Gjermaninë, sepse Gjermania po fuqizohej dhe ky ishte kurthi. Po pse te ke dyta? Kurse ke dyta, Hitleri nuk e konkuroi fare Anglinë në armatim detar, jo, fare. Shumë pak investoi. Për ta lënë Anglinë të qetë, dhe i tha, ti do e mbretëreshe deteve, unë e tokës. Dhe ne, Evropianët, do kontrollojmë botën. Kjo ishte sfida pozitive që Hitleri... Ti thua Hitleri nuk do t'i binte Anglisë? Jo, edhe luftën me gjujshët, nuk e ka shpallur Hitleri kundër gjujshve, kur erdi më 33. E ka shpallur gjujshët e Amerikës kundër Gjermanisë dhe bën embargo kundër gjitha armëve gjermane. Okej. Tani, me që more rastin e Chamberlainin me Hitlerin, që më the, këtë takimi i Trumpit me Xin këto ditë, atëherë cili është Chamberlaini, cili është Hitleri në këtë rast? Në këta të dy. Qëse me që ti more për krahasimo, për metodë, them se asnjëri nga ata s'është po. Shiko... Si me ndë përqenjë të plau. Jo, dakord. Unë them që Hitleri është Xia në këtë rast. Kurse Chamberlaini është Trumpi. Po, Trumpi mund të quajmë dhe Churchill dhe Chamberlain bashkë.
Ishet si Chamberlain, po në fakt të Po Churchill, thua ti. Po, kështu... Pse Xhia është i deri? Xhia, të pak deri tani Kina, nuk bën luftë, është kundër luftës. Shiko pse bën, sepse akoma nuk është fuqi e madhe detare dhe... Po është fuqi bërthamore dhe ka një ushtri dhe ka armatime të papara, ca ku ti e di shumë mirë. Përse s'është fuqi, është fuqi e paparë. Shiko, është fuqi e 4 bërthamore. E treta... Po nuk ka rëndësi se sa... E treta është Izraeli. Po nuk ka rëndësi se sa koka bërthamore ke. Nuk të mëton do të shumë në rast se përdor armët bërthamore Kina, në krahasime ç'mund t'i përdorin këto kundër... Në qoftë se si del në krah Rusia. Se Rusia pasaj është tjetër gjë për armët bërthamore. Është fuqi e parë ndoshta bërthamore në botë, pasaj vijnë Shtetet e Bashkuara, pasaj vjen Izraeli. Izraeli ka 400 armë bërthamore. Edhe nuk i ka bërë kot, më beso. Nuk i ka bërë kot. Ka 400 Izraeli. Po, kështu mendohet, deri 400. Ledio, dërgoje pak djalin, i haroj emrin gjithmonë, të vëj mikrofonin se erdhi Arlind Qori. Ja, jam në minutën e fundit me Cakon. Arlind do t'jetë tu jashtë, ka rrezik se po më shkruan. Ti vëj mikrofonin urgjent, të bëhet gati që të ashtu. O Cako, do i bjerë Iranit... Do dërgojme më parë pastaj. Si? Do t'i ikim pastaj të vëmë mikrofonat. Do t'i ikim mirë? Po. Po i pra të mbaroj, ta mbyll tani me Cakon. Po duhet vesh mikrofonin njërë Arlindit. Po përpara se të fusim Arlindin, duhet të bëjmë një pauzë. Po patjetër, po mikrofonin t'ja vëm të mund. Po nuk ja vëm dot mikrofonin pra pa bërë një pauzë. Pse s'ka mikrofon tjetër? Ka vetëm Cako? Mikrofoni është gati. Edhe në fjali dhe... Se s'vjen dot ai, por nuk vjen dot djali se është e audio, haroj gjithmonë, po. Dhe në qoftë se s'ka rënë dakord për asnjë nga këto opsione në lidhje me Iranin dhe me Tajvanin, unë them që Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli do ta godasin do rifillojnë me Iranin me luftë rreth 25-30 ditë, jo më shumë, në qoftë se nuk dorëzohen dhe mendoj që nuk do të dorëzohen. Çfarë objektivash kanë mbetur pa goditur? Ata i kanë shumicë gjëra në normale, në për tunele. Mund ma thua çfarë do godasin akoma? Unë nuk jam ekspert ushtarak. Jo, përveç infrastrukturës energjetike. Ta dinë se çfarë do godasin, qoftë se edhe do godasin, mendoj. Dhe pasaj ngelet varianti fundit për të goditur me armë bërthamore, për ta nënshtruar, sepse Izraeli do përdor të gjitha fuqitë e veta. Ti këtë nuk e beson që do arri deri atje apo? Unë mendoj që do arri. Me bërthamore? Po. Ti thotë e përdorin? Unë mendoj që do. Taktike, jo nga ato që bëjnë namin që... Po, taktike, me fuqit vogël, për shembull njëra mund të shkatrojë gjithë Teheran. Si edhe popullsinë? Gjithë popullsinë. Po, nuk e bën më njëri, nuk e bën njëri ato. Izraelitët nuk e bën. Jo, nuk e bëjnë. Po ti e ke parë Gazën çfarë bëhet apo jo? Po s'ka net bërthamore për tani. A e ke parë Gazën? Bërthamore është Gaza. Çfarë është? Tani, ky është debat tjetër dhe jemi në fund dhe duhet ta mbyllim, po. Koha do ta tregojë dhe dëshiroj të jem gabim. Tani dëgjoj midis nesh, ma nuk kupto cinizmin. Ti e di që unë jam shumë humanist si njeri. Dakor, më unë e thash se ti. Jo, s'po më kupton, bëre shumë mirë që e them, po unë them gjë tjetër. Por po të ishin vërtet kaq të fortë izraelitët. Unë i kam shumë xhana ata, unë ata i mbështes për çdo gjë që bëjnë. Nga dhe njerë mund ta teprojnë, por ç'në si ka. Realisht Cako, mendon vërtet se këtë sa kam thënë, kam thënë dhe Kullës i ditë, e përshëndesim Kullën, ka ditën e Gocës sot, edhe 100 goca. Kulla prandaj nuk është këtu se është jashtë, po feston ditën e Gocës. O Cako, po të ishin të izraelitët vërtet kaq kështu siç i bën ti. Do kishin rrafshuar Gazën, vëlla, do ishin në Gaza sot. S'do kishte më gazauit. Pra, janë prishur ca gjëra aty në Gazë, qoftë edhe gjysma e pallateve, e shtëpive, po ndërkohë gjysma tjetër është banorët janë atje. Ka rikur shumë pak në mosfare. Tani, mund më thuash këta monstrat izraelit. Dhe Gaza, dhe... Se s'ka fuqi, që i quajnë monstra këta. Ti thua që ti vrasin gjithë, ti zhdukin gjithë. Jo, unë nuk e thash ato. Po të ishin monstra, duhet të kishin bërë, apo jo? Po do t'i të bojnë këta që janë. Dale më një sekundë. Ose mund t'i mbojnë si sklever atje, kur të ndërtojnë, jo, më një sekundë. kjo... Si do i mbasi sklever? Ky plani që ka mbledhur Trumpi këta për të bërë ndërtime atje gjatë. Si do i mbasi sklever? Atje është Hamasi brenda. Shiko, Gaza ishte genocid dhe grabitje e tokave të një populli tjetër. Po ku bëja grabisin? Një lloj si në Ukrainë, më dëgjoj. Dhe Ukraina është genocid nga korporatat e çifutëve me në krye Zelenskin dhe ata të tjerë dhe BlackRock-un dhe Victoria Nuland që ishte një skemë e madhe pas Holodomorit vitit 32. Që filloi në 2014 apo? Ku populli në Ukrainës, këta çekistët që kontrolloheshin nga xhuishët e ashkenazin të lindjes, që i masakruan dhe i vranë, mbas Holodomorit, kjo ishte genocidi dytë mbi popullin e mrekullueshëm. Janë fabula tjera dhe s'kemi kohë t'i flasim sot. Ti thua fillon Irani... Ju janë rëmbyer fëmijët, ju janë kthyer femrat në prostituta, femrat e bukura. Kjo është pjesa morale. Kjo është pjesa morale e historisë. Unë me ty kam qef të rinë raport forcash. Kjo është faktike. Po më mirë, nuk po ti kundërshtoj, po është pjesa, është të thuash veshja me moral.
unë me ty dua të ri në raport forcash, prandaj gjithmonë të referoj kur ti thu gjithë dhe këto. Lere pjesën e mire e keqe. Mos të thash për moral, unë të thash çka ka ndodhur. Pra ka thënë njëri ty këta që është bërë genocid në Ukrainë një lloj si në Gaza, kundër popullit të Ukrainës. Ndoshta jo kështu. Nga korporatat çifute, asnjë s'ka ka thënë. Dakor, më dakord. Kjo s'është moral, ky është fakt. Jo, edhe është moral në kuptimin që ti e quan. Moral unë ti e quan genocid dikush tjetër jo, në këtë kuptim është moral më burr. Që secili ka moralin e vet dhe ka dhe thuash e mira e keqja nga ndonjëherë është nuk është bardëzie, kupton? Është me nuanca gjëja. Ti e quan kështu, dikush tjetër e quan ndryshe. Por le të mos ikin te ato se tani do të them mirupafshim, sepse është ora 22:10 dhe falenderoj. Dakor. Pyetje e fundit fare. E fundi me një fjalë do më thuash. Një parashikim të vogël, nuk ka rëndësi të del apo të del, zakonisht të dalin ty. Më thet Turqi Izrael e ka thënë përpara. Unë me zi po pres në fakt. Jo se duhet filloj, po me zi po pres marr vesh i doli cako ose kjo apo jo. Një dhe e dyta, më the mund të përdoret një bombë bërthamore taktike mbi Iran. Këto të dyja vazhdoni thua dhe sot? Të thash dhe të tretën që Rusia shumë shpejt do sulmoj Evropë. Po Evropën kë pjesë e Evropës? Do sulmoj Poloninë dhe vendet baltike. Do i sulmoj tamam, thua ti? Po, me luftë. I ka kështënuar disa herë, sepse ju thotë që shumë nga këto dronët lëshohen nga vendet baltike dhe Polonia. Edhe i ka paralajmëruar shumë herë që mos më dërgoni dronë. Tani me dobësimin e NATO-s se po godasin rafinerinë e këto. Po ka bërë pak të hy në Alaskë me Trumpin, qofse me Putinin do të thuash. Putinin me Trumpin. Ishim me Alfred Cakon, zonja Zotrinj, të cilin shpresoj ta kem shumë shpejt në studio. Do ta bind, sepse është shumë i vështirë Cakon këto momente, shumë i zën. Do ta bind që ta kem shumë shpesh. Falenderoj shumë Cako. Faleminderit. Bëjmë një pauzë vogël miq dhe do rikthehemi pastaj me Arlind Qorin. Është kryetari i lëvizjes Bashk. Do flasim për aktualitetin politik në Shqipëri dhe për ngjarjet më të fundit të Parlamentit shqiptar. Një rezolut që bëri Bashk Berishën dhe Ramën e firmosën Bashk. Një rezolut që ka qëllimin të shkojnë në Bruksel për të parë që jemi të gjithë bashk për integrimin evropian. Një mashtrim i radhës është, sigurisht. Shikoni këtë çani ta rekomandoj këtë që po të shesin tuajve tokat bujqësore dhe të patundshmet. Duan të shkëmbejnë, t'i ngatrojnë racat, t'i përzjejnë, ky është gjithë qëllimi i madh që mos ketë unitet kulturor dhe etnik për të reaguar kundër problemeve që kërkon për kontroll të krijojë pakica. Kur thua tuaj, për ke fjalën? Tuajt që s'kan pasaport shqiptare. Po kanë fjalën për ndonjë komunitet saktuar? Po, kush do qoftë më? Janë atë lafet. Të mos blenë. Ka qenë ligji i 98-s që den vitin, do më dhe mund të bani... Jo, e di historinë, jo po thjerë për të mbyllur. Po, ata që mendon ti janë akoma dhe me të rrezik. Ty në ata... Jo, unë dua të vinë ata. Ka Yrgjarfri. Unë dua të vinë ata. Ti bjem nga Rëmuzi njerë, mbushim nga Spati madh që kombi unë s'ka pasur shumë nga ata. Me beso. Cako rikëtu mos të vi sekond, sa të ikim pak në Ormuz të funizohemi. Jemi keqë, është rritë shmim, po të pak të në Ormuz dhe kemi një pik. Në Ormuz e kemi dhe në Tiranë, po dhe në Ormuz kemi një pikë që e kemi shumë të pasër karburantin. Ja, shikoje. Vetëm atje. Ju kam thënë gjithërë, mos fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj se lat nam, e shkatruat makinën. Makina është si njeriu, duhet të haj ushqim të mirë, cilësor, ndryshe po ëngërt fast food-e e të tjera, do shkatroni trupin tuaj. Vetëm të SPO Ili do shkoni të fusni zorën, është e vetmja zorë cilësore dhe e saktë dhe e pastër që e mban makinën tuaj në performancë brillante. Dakor, SPO Il është i vetmi karburant kampion në Shqipëri. Ju e dini, në fakt gjithandej, por në Shqipëri është nami Piramida, Shqipëri. Piramida është e mbushur me predator mashtrues. SPO-ja është një pikë që unë shkoj vetë, mos më thoni nga e di, Ariane, e di, dhe furnizoj makinën dhe kuptoj ndryshimin. SPO Oil, the fuel of champions. Bravo, Said. Papar. Kthehemi pas pak me Arlind Qorin.